Parasysh që pati një kërkesë nga ana e fermerëve sa i përket subvencionimit të naftës, menjëherë si pasojë asaj se çfarë po ndodh në lindjen e mesme ku ka pësuar, pra kjo lënë ndjeshëm rritje. Megjithatë, negociatat i pam edhe në pamje live që kishim në ekran duket se nuk i lanë të kënaqur edhe fermerët. Nga kontakti që ke pasur deri më tani, ajo se çfarë qeveria ka ofruar, me atë se çfarë fermerët përballen çdo ditë, në çfarë, le të themi, në çfarë kushtesh janë dhe çfarë do të bëjnë më tutje? Ne kemi disa grupime fermerësh. Po. Kryesisht kemi 3 grupime. Kemi grupimin e fermerëve që punojnë për vete dhe për blegtorinë e tyre, dhe që një pjesë të tokës e lënë pa punuar, sepse nuk kanë potencial për ta punuar. Kemi një grupim fermerësh që punojnë për vete për blegtorinë, por ju mbetet një sasi produkti për treg, dhe kemi një grupim fermerësh të konsoliduar që punojnë për tregun e vendit dhe për eksportin. Tashmë, grupi i parë dhe i dytë, pavarësisht nga këto goditjet që ka marrë tregu i sektorit të bujqësisë, e ndjejnë më pak këtë situatë në cilën ne jemi. Ndërsa më shumë e ndjejnë në grupimi i tretë, i cili është përballet me të gjitha këto vështirësi dhe përballet në mënyrë frontale. Kështu që është e domosdoshme që në këtë periudhë ne të shohim realisht të shohim situatën e grupimit të tretë. Dhe grupimi i tretë realisht ka kërkuar më shumë fonde në dispozicion. Po të shikosh tashmë në këtë situatë që jemi, ne kemi burime financimi të mjaftueshme për